edhe ata sa të dëgjonin që je nga Shqipëria, bile kam thënë në një intervistë, kur më thanë, u shkëputa unë edhe ata që hapër shkorim në Këmbën për Maqedoni, dhe që nuk e dija që në ndodhi urëzuam në një makinë, në vajta me vones të urëzova në një liqen, dhe kur vajta në një repart të Kaçaniku, që mbritëm e futëm në Kosovë, edhe vajtan erdi komandanti i zonës operative, dhe atje gjeta edhe disa oficera që vanë me mua, të kosovarë që i këmbashkë. Dhe erdi komandanti dhe tha, nga jeti na pje këtë gjithë. Mua më kishin thënë që mos thua jam nga Shqipëria, po thua jam nga Struga, sepse strugarët flasin toskërisht. Edhe mos të dallohesh që unë në dialektit më tallon. Edhe më panë dhe mua, mu kisha rënë në liqen edhe kisha i gjaketën në ushtarë, kisha me këmish. Po tha, isha pra një sobe. Kur më pa, po ti oficeri, më thaj, oficeri. Nga jeti? Tani të gjithë tjerë t'jenë pyetur, asin s'ishte nga Shqipëria. Dhe unë i thash, jam nga Struga. Ata ushtarë që ishin Këmbë, tani kurioz, ato vajzat e luftës, edhe femrat të reagojnë me shpejt. Ua, tha njëra, sa na kanë gënjyer. Ne na thanë që vjen një kolonel nga Shqipëria. Unë në preka, unë ndjeva keq. Dhe thash, jo unë jam nga Tirana. E kam thënë, si më puthin ata ushtarët, si më kam puth vëllezërit, mëma e babaj, edhe ato vajzë. Preknin sikur preknin Perëndin me dorë. Të tillë një hiq të shi. Do shkoni sërish në Kosovë, zoti Goxhaj? Keni planifikuar në udhtim? Ja. Përse. Të vesh në bashkëfjalime. Ja.